Me këtë lajm dua t'ju gëzoj të gjithë juve që jetoni në Gjermani, vllazën e motra, pra nuk ndryshon ligji sa i përket marrjes së shtetësisë gjermane për 5 vite dhe lejimit të 2 shtetësisë. Edhe pse është bë buje e madhe pra sa i përket këtij koalicionit me ardhjen e Friedrich Merz pra në krye të pushtetit në Gjermani, nuk pritet të ndryshoj pra ky ligj. Kam bërë me dije pra ky koalicion që të vetmit njerëz që do të preken nga ky ligj, nga ky ndryshim me ardhjen e këtyre në pushtet, do të jenë ata persona të cilët kanë pra një background që janë të involvuar në ndonjë organizatë terroriste apo që kanë vepra shumë të rënda kriminale. Kështu që të gjithë ju që jetoni në Gjermani dhe i keni mbush 5 vite, mund të aplikoni për shtetësinë gjermane pa asnjë telashe dhe pa pos asnjë problem. Pa e prish shtetësinë e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë apo nga Doçeveni. Ka mundësi që do të ketë telashe për ata të cilët vinë nga Afganistani, Siria, e kështu me radhë, por jo për shtetet siç vim ne. Por për neve nuk ndryshon asgjë, vetëm siç e thash, nëse është dikush në ndonjë i lidhur me ndonjë organizatë terroriste apo ka diçka vepër shumë të rëndë penale. Unë vllazën e motra e poshtë të arsyeshme t'ja jap këtë informacion, pasi që e kemi prit kohëve të fundit mos prekin edhe këtë pikë se u pas premtu pra edhe nga Friedrich Merz që do ta hiqum, por jo, nuk hiqet, mbetet gjithçka siç ka qenë. Andaj mësoni gjuhën, kush keni dëshirë për me marr shtetësinë gjermane, kryeni testin, Immigrant Test që quhet, edhe jeni në rregull. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.